Horoskopi ditor, 25 tetor 2025, dashi, sot është një ditë e mirë për të folur ose për të menduar më shumë për gjëra personale që zakonisht nuk I diskutoni, I dashur dashi. Të shprehësh emocionet përmes muzikës, shkrimit apo bisedave mund të të ndihmojë shumë. Tani po I sheh gjërat në një perspektivë më të madhe dhe njerëzit janë më të gatshëm të kuptojnë pikpamjen tënde. Merkuri sot është në një pozicion të mirë me Saturnin, që do të ndihmojë të jesh më realist dhe të kuptosh se çfarë mund të funksionojë dhe çfarë jo. Nëse ke nevojë për ndihmë, ky është momenti ideal për ta kërkuar. Mund të jetë dita e duhur për të rregulluar borxhe ose për të përfunduar ndonjë detyrë që të rëndon, qoftë materiale apo shpirtërore, dhe kjo do të bëjë të ndihesh mirë. Je në formë të shkëlqyer për të hetuar ose për të studiuar diçka më në detaje, do të vëresh gjëra që zakonisht mund t'i injorosh. Pak kohë për veten nuk do të jetë e keqe, sepse mund të përfundosh një projekt ose të mbyllësh gjëra të papërfunduara. Demi, sot është një ditë e mirë për të ndarë aktivitete, lojra, eksperjenca dhe ide me të tjerët, I dashur Demi. Marrëdhëniet me partnerin ose me dikë tjetër janë të favorizuara për biseda të hapura. Je I gatshëm të dëgjosh pikpamjet e të tjerëve, por edhe të qëndrosh I vendosur për atë që mendon. Kjo është një ditë e mirë për të qartësuar situata të paqarta dhe për të marrë vendime me mendje të qartë. Bisedat mund të të japin rehati, siguri dhe këshilla të mira. Aftësitë e tua për të komunikuar ndikojnë pozitivisht edhe në fusha të tjera të jetës. Sot mund të jetë produktive për bashkëpunime, forcimin e lidhjeve me miq ose grupe, ose për të qartësuar qëllimet në marrëdhënie. Ke dëshirë të bësh gjërat të funksionojnë dhe të qëndrosh realist. Negociatat shkojnë mirë dhe të lënë në një vend më të qartë dhe të fuqizuar. Binjakët, sot ke energji të mirë për të komunikuar me sukses, sidomos me kolegë, mjek ose bashkëpunëtor. I dashur binjak. Kjo e bën ditën të shkëlqyer për përmirësimin e mënyrave të punës ose shëndetit. Është më e lehtë të rregullosh idetë dhe planet e tua. Bisedat dhe organizimi I projekteve të punës, qëllimeve afatgjata, mjedisit dhe shëndetit janë të dobishme. Sot ndihesh më I kontrolluar për jetën tënde dhe mund të përqendrohesh në përmirësimin e rutinave ditore. Ndryshimet në stilin e jetesës mund të jenë afatgjata dhe të dobishme, ose mund të marrësh drejtimin në një fushë të rëndësishme të jetës. Vëmendja jote ndaj detajeve mund të përmirësojë karrierën ose reputacionin. Fokusohu në të bërit gjërat të funksionojnë në jetën reale dhe do të ndihesh I kënaqur me rezultatet. Gaforia, sot njerëzit tërhiqen nga energjia jote e ngrohtë dhe shëruese. E dashur gafore, kjo të ndihmon që të ndash idetë ose krijimet e tua dhe kjo mund të sjellë sukses. Është një ditë e mirë për të shprehur veten përmes aktiviteteve kreative, si art, shkrim, muzikë apo projekte personale. Gjithashtu, mund të ngritesh mbi problemet e vogla dhe të shohësh anët më të bukura të jetës. Gjatë ditës, do të kesh mundësi të qartësohesh mbi çështje të rëndësishme në jetën tënde. Kjo përmirëson mendimin dhe qëndrimin tënd dhe të motivon të investosh më shumë në përmirësimin e vetes. Tani është koha e mirë për të organizuar ose përmirësuar plane kreative, edukative apo aventurore. Një marrëdhënie mund të avancojë me një premtim, mbështetje ose më shumë angazhim. Gjithashtu, mund të përqendrohesh te një projekt ose hobi dhe t'i japësh detaje shtesë. Sot dëshiron të shohësh rezultate të prekshme dhe të krijosh diçka të dobishme dhe të vlefshme. Një ditë e mirë për besueshmëri dhe për t'u përqendruar te prioritetet reale. Luani, sot të ndihmoni dikë mund të sjellë kënaqësi dhe ndjenja të mira. I dashur luan. Energjitë e ditës janë të fuqishme për të përmirësuar jetën familjare dhe shtëpinë. Gjithashtu, mund të kultivosh një marrëdhënie më të fortë me veten dhe botën tënde të brendshme. Bisedat me të dashurit ose për ta mund të jenë të dobishme dhe kërkimi I informacionit të nevojshëm mund të ndihmojë shumë. Mbështetja ose këshillat e mençura mund të bëjnë të ndihesh më I sigurt dhe emocionalisht më I balancuar. Ditën mund ta shfrytëzosh për të gjetur mënyra praktike për të përmirësuar shtëpinë dhe jetën personale.
Mund të mendosh ose të bësh plane për të organizuar mjedisin tënd të brendshëm. Dhe idetë e tua janë të vlefshme, gjithashtu mund të përqendrohesh tek financat dhe planifikimi i tyre është i favorshëm. Këshillat e arsyeshme dhe mendimi logjik të japin ndjenjën e sigurisë dhe stabilitetit emocional. Virgjëresha, sot këshillat e mençura do të jenë shumë të rëndësishme, e dashur virgjëresh. Mund të shohësh situata më qartë, gjë që të sjellë lehtësim. Ditën e sotme është e favorshme për të bërë plane dhe për të përfunduar detajet e gjërave që ke në dorë, mund të marrësh ose të japësh këshilla të dobishme. Një bisedë mund të japë siguri ose të sqarojë një çështje që të shqetësonte. Energjitë e ditës të ndihmojnë të organizosh jetën dhe të bësh gjërat më praktike, edhe pse dita mund të mos duket shumë ngjyra, do të ndihesh mirë duke parë se si idetë dhe planet e tua po marrin formë reale. Mund të mendosh për marrëdhëniet dhe nevojat e tua emocionale dhe të bësh përparim konkret në projekte apo interesa të veçanta. Besnikëria, angazhimi dhe të qëndruarit pranë dikujt mund të jenë në fokus sot. Peshorja, sot je më e sigurt në aftësitë dhe vlerën tënde, e dashur peshore. Kjo është një ditë e mirë për të tërhequr përvoja pozitive dhe për të përkushtuar kohë në shkrim ose në një interes të veçantë që ke. Mënyra më e mirë për të vepruar sot është të jesh e arsyeshme dhe e qëndrueshme. Mercuri, që është në një pjesë të jetës tënde ku sundon logjika, formon një marrëdhënie të mirë me Saturnin, duke të ndihmuar të marrësh vendime të mençura dhe praktike. Sot ke mundësi të përmirësosh çështjet e punës, financave ose shëndetit. Detajet, përmirësimet dhe planet afatgjata janë në fokus. Mendimi yt është realist dhe i matur dhe mund të shohësh qartë hapat që duhet të marrësh për të ecur përpara. Akrepi, sot është një ditë e mirë për të komunikuar dhe ndarë idetë dhe mendimet e tua, i dashur akrep. Çdo gjë që të largon nga rutina e zakonshme mund të sjellë energji të re mendore dhe frymëzim. Kushto vëmendje mijësive dhe bisedave pozitive, ato mund të sjellin shpërblime. Edhe planifikimi i gjërave, edhe nëse i shkruan vetëm për veten, mund të ndihmojë shumë. Duke i parë idetë të shkruara para syve, mund të kuptosh më qartë se çfarë funksionon dhe çfarë jo. Sot ke dëshirë për më shumë organizim, strukturë dhe qartësi. Mercuri, që është në shenjën tënde, bashkë vepron mirë me Saturnin, kështu që informacioni që merr sot, qoftë nga biseda ose kërkimi, mund të jetë i dobishëm. Të tjerët vërejnë seriozitetin, maturinë dhe këshillat e tua, dhe kjo rrit besueshmërinë tënde. Shigjetari, sot është një ditë e mirë për të ndarë idetë me dikë që i beson, i dashur shigjetari. Je i gatshëm të dëgjosh të tjerët dhe t'u japësh mbështetje. Me ndikimin e Merkurit dhe Saturnit, ndihesh më i organizuar dhe me një kuptim më të qartë të situatës. Është koha ideale për të investuar energji në përmirësimin e jetës tënde dhe për të planifikuar një pushim të vogël për të rifreskuar energjinë personale. Bisedat me të afërmit ose familjen mund të jenë të dobishme dhe përmes tyre, ose nga kërkimi ose vëzhgimi yt, mund të mësosh gjëra të vlefshme. Planifikimi i një projekti ose strategjie sot ka shumë kuptim, nuk mjaftohesh thjesht me idetë, por do të arrish një rezultat të qartë. Këshillat dhe mbështetja jote për të tjerët mund të jenë të dobishme dhe vendimet për shtëpinë ose familjen kanë gjasa të jenë të suksesshme. Bricjapi, sot është një ditë e mirë për të parë qartë gjërat dhe për të marrë vendime të mençura. Bricjapi i dashur. Në mëngjes mund të ndihesh pak i tensionuar për disa çështje që lidhen me punën ose përgjegjësitë e përditshme, por është e rëndësishme të mos e lejoni stresin t'ju mbizotërojë. Me ndikimin e Merkurit dhe Saturnit sot, mund të organizosh planet e tua me maturi dhe të shohësh qartë çfarë funksionon dhe çfarë jo. Sot mund të përqendrohesh në projekte afatgjata, të bësh plane për punë, financa ose për zhvillimin personal. Bisedat e ndershme me një mik të besuar apo një koleg mund të ndihmojnë të marrësh ide të reja dhe të zgjidhësh çështje që kanë mbetur pezull. Ky është momenti i duhur për të marrë kontrollin mbi jetën tënde, për të vendosur rend në detaje dhe për të marrë vendime që do të japin rezultate reale.
Sot energjia është me ty për të vepruar me siguri dhe për të ndjerë stabilitet në gjithçka që bën. Ujori, sot është një ditë shumë e mirë për të marrë gjërat në kontroll dhe për të vendosur rend në mendimet dhe planet e tua. Me ndikimin e Merkurit dhe Saturnit, ndihesh më i qartë për atë çka është e mundur dhe çfarë nuk është. Sot ke energji për të rregulluar gjërat e përditshme, për të organizuar punë, dokumente apo projekte biznesi. Nëse merr këshilla nga dikush me përvojë, mund të nxjerrësh shumë mësime të vlefshme. Sot është një ditë e mirë për të planifikuar gjërat me kujdes, për të bërë buxhetin, për të rregulluar çfarë ke në dorë dhe për të marrë vendime me gjykim të mirë. Çfarëdo aktiviteti që ndërmerr sot ka drejtim dhe qëllim të qartë. Kështu që shfrytëzo energjinë për të arritur rezultate konkrete. Sot është një ditë ku mund të bësh përparim të dukshëm në punë ose të përmirësosh metodën se si i menaxhon gjërat. Fokuso tek idetë praktike dhe kërko këshilla ose mbështetje nga të tjerët për të arritur rezultatet më të mira. Peshqit, sot është një ditë e mirë për të zgjidhur probleme dhe për të biseduar hapur me të tjerët, veçanërisht në marrëdhënie dhe partneritete. Ka një mundësi të madhe për të gjetur mirëkuptim dhe për të arritur marrëveshje të qëndrueshme. Energjia e ditës të ndihmon të marrësh gjërat me qetësi, duke u përqendruar tek gjërat që janë realistike dhe të arritshme. Sot mund të bësh plane solide për projekte të punës ose për studime, të përmirësosh detajet e planeve ekzistuese, ose të fillosh diçka të re që ka perspektivë. Kjo është gjithashtu një ditë ku ke më shumë besueshmëri dhe autoritet, kështu që mund të bësh një prezantim. Të japësh një intervistë ose të paraqesësh idetë e tua me sukses. Sot është një ditë ku mund të bësh përparim të dukshëm në punë ose të përmirësosh metodën se si i menaxhon gjërat. Fokuso tek idetë praktike dhe kërko këshilla ose mbështetje nga të tjerët për të arritur rezultatet më të mira.